Ndonë se ka kaluar 2 javë që prej nisjes zyrtare të mësimit në Kosovë, dyert e shkollave janë ende të mbyllura. Kosova ka hyrë në javën e 3 të grevës, ndërsa sindikata e arsimit njoftoi se do të vazhdojë edhe më tutje. Ndonë se janë zhvilluar një sër takimesh mes qeverisë dhe sindikatave, zgjidhja duket të jetë ende e pamundur të arrihet. Greva po lë pa mësim rreth 300.000 nxënës dhe nuk ka asnjë datë të mundshme për fillimin e mësimeve. Greva ka nisur nga 25 gushti dhe sipas Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, do të vazhdojë derisa të plotësohet kërkesa për mbështetje financiare prej 100 eurosh për të gjithë punonjësit e arsimit, derisa të miratohet ligji për paga, që synon të caktojë pagat për sektorin publik. Qeveria e Kosovës thotë se ky projekt ligj, që parashikon rritje të pagave për mësimdhënësit, do të dalë në miratim së shpejti dhe kërkon hapjen e shkollave.